Zoti Peleshi, ky më duket një konflikt artificial i krijuar kot, ndërkohë që mund ta kishim shfrytzuar kohën për t'i bërë pyetje përfaqësuesve të institucioneve. Unë jam këtu në parlament që nga viti 2013 dhe kam çdo vit bërë pyetje për institucionet. Po është e vërtetë institucionet e reja drejtësisë janë krijuar mbas 2021-2022 dhe ne vendosim një precedent shumë të rëndësishëm për të bërë një debat në këtë sallë dhe për të diskutuar me to. Jo të gjithë deputetët e këtij parlamenti janë pjesë e Komisionit Ligjeve. Unë drejtoj Komisionin e Drejtave të Njeriut dhe të Medias. Kam pyetje për prokurorin e përgjithshëm për hartën e re. Kam pyetje për kryetarin e Këshillit Lartë Gjyqësor për hartën e re. Nuk jam në Komisionin e Ligjeve, do t'i bëj këtu në seancë. Ma lejon rregulloria. Parlamenti nuk është kuti postare. Këtu nuk është kuti postare që hajde bëj një pyetje dhe merre përgjigjen po me shkrim. Parlamenti është sallë debati. Manualin që ju citoni, të miratuar me votat e atyre, të cilët ndryshuat edhe kodin elektoral, që morët zgjedhjet e 2021-shit, mos na e citon fare këtu në sallën e parlamentit. Ai manual nuk duhet ishte akoma në fuqi në momentin kur ai nuk është votuar nga opozita. Pjesë zoti Peleshi po i hiqni opozitës gjithmonë më shumë nga një hapësirë. Është bërë 2 muaj që ka filluar parlamenti, s'kam dalë dot akoma në atë foltore. Akoma nuk ka folur asnjë deputet i opozitës në foltore. Lejoni që të vazhdoj debati, lejoni që drejtuesit e institucioneve që nuk kanë nevojë fare për mbrojtjen tonë, fare, ja dalin zot vet atje. E bëm 2023-shin diskutimin, e bëm 2024-ën, ti përgjigjen pyetjeve. Drejtësia është e pavarur deri kur ju prek juve, se po ju preku ju atëherë nuk është e pavarur. Në këtë parlament ne kemi diskutuar heqje mandatesh ministrash, do diskutojmë heqje mandatesh tjerë ministrash me shpresë Zotit, po nuk i mbrojtët deri në ditë fundit sa më shpejt, po është e patolerueshme që deputetëve të opozitës çdo ditë t'i hiqet një përgjegjësi. Hoqët komisionet hetimore, hiqni kohën e debatit, votoni rezolutat pa pasur diskutim, nuk lejoni mocionin me debat, nuk lejoni interpelancat, nuk lejoni absolutisht asgjë. Për çfarë do bëjmë këtu në parlament? Për çfarë kemi marrë votat për ta këtu në parlament? Për të na lexuar sekretaria pyetjet tona? Kjo nuk është çështje teknike, kjo është çështje politike. Kjo është edhe çështje e hapësirës opozitës. Kështu që unë besoj që do e gjeni edhe në memorien tuaj diskutimet e viteve të kaluara për të parë që drejtuesve të institucioneve të pavarura si ka ndodhur asgjë. Bile s'ka bërë akoma dhe më mirë debati në këtë sallë parlamenti. Zoti Peleshi po ju thras si kryetari i parlamentit. Mos e ktheni në bunker parlamentin e Shqipërisë. Na lejoni kohën tonë si opozit të flasim, s'ka vdekur njëri nga fjala, nuk është vrarë njëri nga fjala. Lejoni drejtuesit e institucioneve që t'i përgjigjen pyetjeve të opozitës, të qytetarëve dhe të ketë një debat publik për ato që ka ndodhur gjatë vitit shkuar, po akoma më rëndësishme për ato që ndodhin këtë vit. Faleminderit. Faleminderit zonja Tabaku, nga 24